do në saj përket Arafatit, këtu ka mësime shumë të nëzër, do të mas pari, njerët më ju kujtu, do me thonë, dhe më ju kujtu me atë kalablak njerëzve, atë dyndjet njerëzve, atë dalim mes njerëzve në gjuhë, kështë më radhë, që është të këmë kënë në jemi në qiyama. Njerëz ka murin gjallë, që kështë të Allah, o tëra kulle ummetin gjathije. Gjdo millet, popët kime po në dygoj, popët e këtije, popët e këtije, lloj njerëz, ama ka me kone gjendje të një gjunëzimi para madhnisë Allah të barekotala. Edhe këtu njerëz kanë ardhur me popët ndryshëm, me kultura ndryshme, me gjuhë ndryshme, po të gjunëzuar para Allah të manuar para madhnisë Allahu xhallahu ala, edhe janë bashku me një vend që kanë bashku në mahsher ditën e gjykimit, me ta kujtu me të vërtet kiametin në miniatur, se çka ka me qenë më e rëndësishme për ty ditën e gjykimit, me thonë Allahu ta kun fal. Çaja është më kryesore në Arafat, me thonë Allahu xhallahu ala, hajtë është Muzdalife se ta kun fal atë. Çka është më rëndësishme? Çka falja? Dismëria, subhanallah, edhe me simbolikën e vendit, edhe formës organizimit, edhe grumbullimit, edhe lutjeve, gjitha janë shumë të ndëlidhur me botën tjetër, me ahiretin.